Nderuar pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në tribunën shkencore të përzgjedhur nga Këshilli Organizativ çëshorët e kthesave të mëdha të historisë shqiptare. Për të hapur këtë event, do të ftoj kryetarin e organizatës Plus Kult, nën patronatin e cilës mbahet kjo tribunë dhe nën patronatin e komunës së Obiliq. Fjala për ju, përshëndetje zoti kryetar për Pajmuka. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, të nderuar profesor akademik, të nderuar profesorish nga Tirana Darida Marko, të nderuar profesor Besuar Tava nga Trupoja Bajramcurit dhe të gjithë stafit që janë jashtë kufive të kursit. Mirë se keni ardhur në tribunën shkencore qeshori i kthesës historike shqiptare, ku në këtë komunë kemi gjetë një bashkëpunim të mirë me kryetarin Halil Thasi, i cili e ka përkrahur, e ka mbështetur këtë event, këtë aktivitet, këtë tribunë shkencore, që është një vlerë për organizatën tonë dhe për qytetin e Obiliqit. Nuk marrë shumë kohë për shkak agjendës dhe punimeve të cilët kanë përgatitur profesor të nderuar, po jam të i lumtur që isha të gatshëm që të kontribuojnë lidhjen e këtij që sot do ta trajtojmë. Andaj një përshëndetje shkon për nënkryetarin e komunës zotin Berat Gashi, i cili sot është këtu me fëmijën e tij, faleminderit të nderuar nënkryetar. Andaj kjo tribunë është e hapur. Faleminderit kryetar. Mirëbërët për përshëndetjet e mysafirëve, sepse radha do të rri më vonë edhe përshëndetjet nga ne. Ftoj nënkryetarin e komunës zotin Berat Gashi të marrë fjalën dhe të përshëndes të pranishme dhe këtë event. Fjala për ju, zoti Berat. Përshëndetje të nderuar përparim organizatorit i kësaj tribune shkencore. Komuna Obiliqit në krye me kryetarin Halil Thasi është i gatshëm edhe vazhdimisht i mbështet aktivitete të tilla, të cilat e rrisin edhe harmonizojnë historinë e popullit shqiptar, edhe e bëjnë që ajo të jetë më e ndritshme në fakt se që është paraqitur deri tani. Aktiviteti dhe kontributi i gjithë juajve është që kjo histori të del në pa dhe të gjithë popullit të dinë për betejat e lavdeshme të popullit shqiptar, e njëra nga ato është edhe cila është zhvilluar këtu në komunën tonë të Obiliqit. Andaj ju falenderoj dhe ju dëshiroj punë të mbarë të gjithëve. Kryetari, një minutë që të derisa mbarojmë punën me që kryetari i organizatës Plus Kult zotë për Pajmuka ka përgatitur një mirënjohje për të shpreh vullnetin dhe gatishmërinë e kryetarit të komunës zotit Halil Thasi që na bëjë të mundur këtë organizim të kësaj tribune shkencore. Prandaj në emër të kryetarit të komunës zotit Halil Thasi do të bëj pranimin zotit Berat Gashi dhe dorëzimin zotit për Pajmuka. Më shaj falënderimin dhe respekt ndaj kryetarit për bashkëpunimin që kemi gjetur. Në Obiliq, dhe shumë falenderoj me një mirënjohje shaj respekt. Të nderuar pjesëmarrës, kolegë, studiues dhe ju mysafir, mirë se keni ardhur në këtë event të organizuar nga organizata Plus Kult dhe komuna e Obiliqit. Historia e popullit shqiptar është e mbushur me ngjarje të cilat kanë shënuar kthesa të mëdha në rrugtimin tonë kombëtar. Në këtë mozaik ngjarjesh të kthesave historike, qershori zën një vend të veçantë nga se në periudha të ndryshme historike ai është bërë dëshmitar i vendimeve
sakrificave dhe zhvillimeve që kanë ndikuar thelbësisht në fatin e shqiptarëve. Tribuna shkencore qershore të kthesave historike të shqiptarëve na jep mundësinë të rikujtojmë, të analizojmë dhe vlerësojmë këto momente të kthesave të historisë kombëtare, jo vetëm si ngjarje të së kaluarës, por edhe si pjesë e kujtesës sonë kolektive dhe identitetit tonë kombëtar. Duke qasur kësaj tribune me punime të ndryshme shkencore, me një frymë kritike, ne synojmë të nxjerrim në pa rëndësinë e tyre në formësimin e realitetit politik, shoqëror dhe kombëtar të shqiptarëve. Qershori kalendarik në historinë kombëtare për shqiptarët nuk është vetëm si muaj i zakonshëm, por është më shumë se kaq, më shumë se histori, nga se në këtë muaj dhe rreth këtij muaji janë bërë kthesa të mëdha historike që nga mesjeta e deri në ditët tona. Me këtë rast të nderuar pjesëmarrës të tribunës, shpresojmë të trajtohen tema shumë të rëndësishme nga studiues të devotshëm të historisë kombëtare. Sot ata mund të shfaqen idetë, mendimet dhe konkludimet të tyre historike përmes kontesave që do të lexohen në këtë tribunë. Me këtë rast, lejoni që të gjithë studiuesve dhe pjesëmarrësve të uroj punime të mbara dhe diskutime të frytshme. Për të ofruar më shumë me peshën historike të këtyre qershorëve, të fateve të historive të kombit tonë, ftoj referuesin e tribunës që përmes kontestave të tyre të sjellin këndvështrime dhe analiza si dhe fakte mbi temat e përzgjedhura. Dhe referuesit e parë, zotin Gazmend Mirena, me temën Etimologjia e obiliqit. Fjala për ju, zot Gazmend. Përshëndetje, kryetari organizatës për Parinukan, nën kryetari komunës Kastriotit, zoti Berat Gashi, kryesi e punës, studius. Faleminderit, me qenë se po filloj kështu i parë, ndoshta që takon edhe rendi pak si vendas. Treva Kastriotit në histori kalon gjurmë edhe në burimet e shkruara edhe ato arkeologjike që hasim deri më tani. Vendit të cilën shtrihet në rrafshin e Kosovës ishte gërshetimi rrugëve tregtare dhe rrugëve të tjera të cilat ishin që dëshmojnë që kanë qenë banuara edhe më herët. Gjatë mijes sipërfaqësore të Kekut kanë gjetë shumë vende dhe eksponante të ndryshme që datojnë edhe dëshmojnë për këtë lokalitet dhe këtë trevë. Treva Kastriotit ka një pozicion të shkëlqyeshëm në rrafshin e Kosovës, që shtrihet faktikisht përgjatë saj janë edhe 3 lumej Drenica, Llapja dhe Sitnica, që ka bërë të mundshme edhe jetesën. Gjatë kohës deri te periudha të ndryshme, qyteti i Kastriotit zhvillimin e hapshëm e merr në kohën e shtrirjes së rrjetit hekurudhor, vitin 1873, Shkup Mitrovic. Në atë periudhë, si shumë lokalitete tjera përgjatë hekurudhës, është emërtuar me emrin Tasjan, që nënkuptonte me emrin e stacionit. Ashtu dhe kishte edhe Ferizaje, kishin të tjera. Mirë po, në defteret e perandorisë osmane që dëshmojnë kohën, është njohur me emrin Globoder. Domthonjë të gjitha regjistrimet që kanë pas në këtë trevë ishte njohur si Globoder. Zhvillimet tregtare, zejtare filluan po ashtu nga viti 1873 përgjatë stacionit këtu që ishte i vendosur edhe më pas. Mirë po, me kohën e luta ballkanike në vitin 1912-13, faktikisht dhe me vendosjen e pushtuesit në këtë vend, etimologjia e emrit kaloi me emrin Obiliq, që faktikisht lidhen me mitin serb të betejës që ka ndodhur sipas tyre, domethënë që një çështje që është inexistente nga kuptimin e betejës, që faktikisht edhe dje që filluan të tashenojnë një grup shpellarësh që akademitë dhe studiues serioz e anashkalojnë që faktikisht edhe i mungojnë faktet
burimet edhe të dhëna. Në anën tjetër, emri Nobilic e mori nga viti 1913, që faktikisht është lidhë me betejën mitike që thirrën në betejën e Kosovës, vitit 1389. Gjatë kësaj kohe pat ndryshime edhe në aspektin topografik në përgjithësi të komunës, që shumë lokalitete u emëruan që lidhen pikërisht me mitin serb kësaj beteje. Konkretisht e kemi edhe fshatrat për rreth, që pa dëshiren tonë dhe pa vullnetin e popullsisë vendase janë emëruar edhe sot thirren, që është një dilemë dhe është një pikpyetje që na mungon ndoshta edhe plani strategjik, se kush sot nuk na i lidh duart të veprojmë edhe ta ndryshojmë emra. Pavarësisht saj, ndoshta jemi lidh, po lidhëm edhe me një rast në kushtetut ka qenë edhe formimi i ushtrisë të Kosovës pa e votu minoriteti serb, mirë po administrata Trumpit në qeverisën e kaluar i tha nuk është Bibel dhe Kuran mos me ndryshu, po ndryshon e tha vendosni edhe voton edhe formon ushtrinë. Edhe këto e drejta kushtetuese, me qenë se jemi shtet i pavarur, po mungon plani strategjik në vijin tonë të cilën do të analizojnë këto gjëra pse nuk ndryshojnë këto lokalitete. Të gjitha fshatrat lidhen me mitin serb. Pikërisht thirrët Lazareva një fshatë me princin Lazar, Miloševa me heroin mitik Miloš Obilićin. Kryshevci lidhet me qendrën e Lazarit në Kryshevë së Servis, Babimovci, Devet Jugovici, Crfena Vodica, gjitha këto lokalitete thirren me këtë emërtim që lidhet me historinë mitike të betejës Kosovës. Dhe konkretisht sot për shembull në aspektin zyrtar oficial që është, i kemi të emëruar kështu, pavarësisht edhe pse ka qenë përkthimi i tillë tekstualisht nga fshati Kryshevc dardhisht, nga Miloševa e kanë qujt dikur këto lokalitete kanë qenë të banura edhe nga prezenca e minoritetit çerkez të ardhur nga luta e Krimes mes Perandorisë Osmane dhe Rusisë, sidomos fshati Hamidi, dikur Miloševa është thirrë me emrin Azizi, Miradi, këto emra emërtime që janë përmend domethënë nga stanovci, gjitha këto domethënë që kanë qenë të përfshira nga emërtimet nga çerkezishtja, nga këto lokalitete. Një psim demografik që ka ndryshuar në treven e Kastriotit, i kemi edhe krizat lindore, të cilat në atë kohë i shpërngolën mbi 620 fshatra nga 4 qarqe. Vranja, Piroti, Leskovci dhe Nishi dhe u vendosën gjitha këto. Sot fshatrat që janë në treven e Kastriotit, janë pikërisht në komunën e Kastriotit, janë të vendosur të shpërngulur me dhunë dhe të dëbuar nga ajo trev, domethënë atyne qendrat Sanxhakut që i përmenda më herët. Sot me një fanatizëm dhe i runë edhe mbiemrat atyne fshatrave që kanë ardhur, sidomos për shembull Plana, Koshumliu, Dubova, Prebreza, Kozmaçi, Sallova, Visoka, gjitha janë këto fshatra të cilat i kanë shpërngulur dhe sot i runë si toponime si mbiemra të këtyre vendeve. Mirë po, e vërteta tjetër është, si komunën e Kastriotit, edhe në komunat të tjera, qeverisjeve lokale prej mbas luftës ju mungon një plan strategjik në vijnë kombëtare dhe për interesat tona shtetërore dhe kombëtare. Pse nuk ndryshojnë emrat? Vetë një pikpyetje shumë e madhe që më lën shumë të nënkuptoj, në daljet qytetit kur i dëgjoj fëmijët që nuk e din as çfarë përmbajtje ka, ndalma stacionit të Subotist. Kush janë ata Subotist? As kanë pronë, as kanë tapi, as kanë shtëpi, as kanë trev, edhe thojnë nalma të Subotist. Kush kanë ata Subotist? A vendosin në herë do me dhoni plan strategjik, po dojna me ndryshu, s'po na interesojnë rrugë, s'po na interesojnë kushtet për jetesë, po na me interesojnë hapjen e parë për të vendosur një gjë të tillë. Prandaj po i thirrje nga kjo tribun të të mirëm pak me interesat e tona që mos ja lojna kohës më vonë. Dhe pikërisht të vendosum atje, bile kom pas do një propozim para një 10 vjetë, thash për vendosum një shqiponje në Kushinet, të ja pritorja të stacioni, le të thot dikush ndalma të Shqiponja, mos të më thot ndalma të Subotist.
ose në dalma të shumë lokalitete të tjera. Të vendosëm diçka në mënyrë simbolike që ta kemi në përbajtje të tjera. Në kuadër të gjithë saj, në komunën e Kastriotit janë dy përmendore ose dy vende që faktikisht në interesin ton është Tyrbja e Sultan Muratit edhe Gazimestani, që faktikisht një godinë ndërtuar e vitit 1953, që shumë nga studiusit e kanë shfrytzuar literaturën e serbëve të cilët nuk kanë qenë studiusat apo të thirrën në petkun e mitit dhe të fesë, që faktikisht nga asnjë studius betejë e Kosovës, edhe çasti që kam pas në arkivin shtetëror të Perandorisë Osmane, edhe në Dubrovnik, edhe në çdo vend tjetër, betejë e Kosovës nuk është regjistruar si ngjarje. Mbi gjitha, në atë kohën mesjet, kanë ekzistuar kancelarit që kanë luajtur rolin e ambasadat të sotshme, sikur në Trepç, qyteti më i madh. Po, nuk e kanë regjistruar si ngjarje dhe për këtë arsye janë në kuadër të gjitha atyre veprimeve që thirren në kuadër të petkut edhe organizimit të saj. Shkrimin dhe punimin e saj besoj që do ta vendosëm në botimin e librit. Faleminderit. Faleminderit profesor Gas për këto dhëna të etimologjisë mishrimet e rrugëve, vendbanimeve të komunës së Obiliqit. Do të ftoja dy nga mysafirët tropajon që të përshëndesin eventin dhe të pranishmit, zotin Besfort Tafaj. Fjala për ju, zoti Besfort. Përshëndetje për gjithë dhe mirë se u gjetëm. Nderuar zoti Përparimuka, kryetari i Prosekurit dhe organizatori i këtij eventi kaq madhështor për klubin shqiptar dhe në momentet më të duhura. Nderuar përfaqësuesi i pushtetit lokal, të nderuar akademikë dhe studios. I nderuar të jemi pjesë e kësaj nisme të madhe për faktimin e realitetit tonë kombëtar, ku në shekuj kemi udhëhequr luftrat për lirinë e trojet tona shqiptare duke qenë edhe stabilizues të paqes, mbar Rumelin e me gjerë. E se mjaft me privatizime, tjetërsime, fitore të lavdishme nga poshtuesit të ndryshëm, mjaft me tjetërsimin e historisë, duke na ndryshuar emrat, datat dhe historitë. Në këtë qeshor të kthesave të mëdha historike të kombit shqiptar, le të ndezim një zjarr që të rezistojë fortunave të mëdha që duan ta shtymin në shekuj e për të treguar të vërtetat tona historike. Se është ajo që është e jo ajo që në shekuj është qetërsuar, e shitur, e falur, por që duhet ta marrim ato që është ajona. Të flasësh para këtij paneli të nderuar të ajkës kombëtare duhet të kesh punuar shumë. Për me bindje se jemi rreshtuar në krahun e duhur të historive tona të lavdishme, të mbajtura me sakrificë nga mendimtarë dhe luftëtarë të shquar të kohës tonë. E kemi për detyrë, luftojmë me çmundemi që historinë tonë ta mbrojmë me shpirt gjak gjithë së bashku. Të bëjmë luftën që na takon me bend dhe me mend e të çojmë në vend amanetin e atyre që kanë luftuar për çështjet tona kombëtare. Shkurtimisht është propozuar me shumë banesë për fatin e keq nuk mund zgatim ndryshimi, si është edhe parafolsi nderuar, ndryshimi të punimeve. Unë vjen nga një tregë ku lufshat na kanë ndjekur sa se herë, ku jemi kon bashkëftar me ju vëllezër dhe motra Dardan. Edhe kur i dëgjojmë tani sepse përmojnë ata që se meritojnë luftrat që ne kemi bën me gjak, atëherë është detyrë e çdo kujt që punon dhe studion për të çuar në vend amanetin edhe punën edhe gjakun edhe mundin e gjithë atyre.
një grup i madh, do të një ka thonë edhe vetë, nga kur jenë në këtë planet. Unë, se kur ka morë se dhja as vetë, por kur ka orë dresi vetë në këtë tokë me ka gjetë. Andaj, mjaft me fitu me luft edhe me hub me paqe. Ju përshëndes dhe ju falenderoj dhe jam shumë i mundur që jam pjesë e këtij vendimenti të estimat dhe shpresojmë që ndezën një zjarë sa do të jo vetëm këto gjithë treva shqiptare dhe të çojmë në amanet dhe të marrin gjithë ata mendimtarë, udhëhesë dhe luftëtarë të çështjes kombëtare të marrin vendin dhe titullin e merituar. Mbarësi dhe faleminderit dhe kënaqësi e ju dhoft e mbora në këtë nisë madhështore. Faleminderit zotit Desfort. Ndërsa një fjalë përshëndetse edhe nga drejtori i shkollës Tropoj, zoti Bujar Hajdarmataj. Okej. Hapëm distancë. Përshëndetje kryetar, përshëndetje të gjithëve. Jam shumë i nderuar që sot jam pjesë e këtij sezoni shkencor. Unë vi nga një zonë e Malësisë Gjakovës, në afisi Bytyçit, i cili në të gjithë historinë e ekzistencës së tij mban me vete 3 djegje, pra nga kushtues të ndryshëm, mban me vete edhe historinë dhe kontributin e shumë pjesëtarëve dhe të fisit, ndërta edhe Hoxh Zogu, i cili ka qenë bashkëluftëtar i Bajramcurit, një ndër aktorët të cilët edhe besa i mori jetën. Historiku ose historia shqiptarëve fatkeqësisht po përsëritet shpesh, në qoftë se në Shqipëri dhe në zonat shqipfolse vazhdon përsëri problematikat e konflikteve të cilat janë të ideuara nga armiqtar. Unë nuk du mu zaf më shumë, ju falenderoj, ju uroj supozim të marë, sukses dhe mbasi. Falenderoj. Faleminderit zoti Bujar. Me sa unë jam informuar në oranin 10 kuvendi do të ketë zotin nënkryetar. Dhe ne deri në atë kohë mund të shfrytëzojmë situatën të lexojmë edhe një kumtesë. Prandaj ftoj Besim Orinën me kumtesën pjesëmarrja shqiptare në betejën e Kosovës 1389. Fjala për ju zoti Besim. Nderuar kryesi e punës, nderuar praneshëm, kumtesa ime është pjesëmarrja shqiptare në betejën e Kosovës. Për shkak të kohës në të jem më i shkurtër. Emërtimi Dardani si koncept administrativ e gjeografik qarkullon në dokumentet e kohës deri në shekullin 19. Emërtimi i Kosovës ndërkaq zuri fill të përdorej pas betejës së Kosovës 1389. Do të theksuar se gjatë periudhës mesjetare, territori i Kosovës së sotshëm nuk ishte një territor dhe as një emër të përbashkët. Aso kohë një pjesë më të madhe të Kosovës u ndonte Vuk Branković, edhe pse në histori nuk është as fakt e qartë se prej ku ekzistonte territori i Vukut. Në administratën e tij përmendet qyteti Prishtina, Trepça, Vështërna, Zvjeçani, Sjenica. Shumë sëndimtarë të atëhershëm për të zgjidhur problemet e tyre të brendshme kërkonin ndihmë nga jashtë. Të vetmin Osmanlidhja të asaj kohe dispononin një ushtri të përhershme dhe të organizuar mirë. Osmanli për çdo ndihmë ushtarake që u ofronin si problem, u kërkoni vazalitet dhe disa kushëzime tjera në luftë dhe në paqe. Mendimin e mercenarëve turq, mbreti Bizantin, Androniku i III, vitin 1336 i kishte mundur malësore shqiptar. Toma Prelibovici, 1381, kishte ftuar turqit
që ta ndihmonin në luftë kundër gjinkuar shpatës, sikur na njofton Kantanzeni edhe despoti Niçifor në 1358 me strategët e tij grek dhe mercenar turq ishte munduar që të mund fisnike të arbresh, por që kishte mbeti vrarë nga ushtarët e tyre që lëviznin shpejt. Për të ashtu rrezikun që vitin nga Osmanlit dhe për të ndërprerë depërtimin e tyre të Metem, më 28 qershor 1389 sipas kalendarit të vjetër, me 15 qershor, u bë një përpjekje me luftën e Kosovës afër Prishtinës e njohur si betejë e Kosovës. Kjo betejë nuk ishte karakter të një ballafaqimi etnik, ku edhe serbët ishin pjesëmarrës dhe humbës të vetëm, sikur pretendohet në historiografinë serbe. Në këtë çast historik, Lazari nuk mund të kryente bashkimin e popujve të Ballkanit. Ai nuk ishte sovran mbi sundimtarët e tjerë ballkanik dhe as udhëheqës për të gjithë, madje as për vetë serbët, të cilët ishin të ndarë në disa shtete feudale. Sa i përket pjesëmarrësve shqiptare në këtë betejë, kemi mendime kundërthanëse. Për të mohuar kontributin e shqiptarëve në këtë koalicion, duhet të cekur se më të angazhuar janë studiuesit serbë. Dhe ku kjo betejë u kthye në mit, e përket meritat kryesore të takojnë kishës ortodokse serbe. Për serbët, sikur është shprehur studiuesi Malcolm, betejë e Kosovës është bërë një lloj totemi apo ajmalije për identitetin serb, duke marrë një rol politik të veçantë anti-shqiptar. Prandaj edhe kuptohet se cila është arsyeja e shtrëmbrimit të fakteve historike. Do të theksuar se historianët serb të shekullit të kaluar nuk kanë mohuar pjesëmarrjen shqiptare në këtë betejë, por pas fallësisë së pavarësisë të shtetit shqiptar në 1918 dhe pas aneksimit të Kosovës nga Serbia në 1913, historianët serb filluan të mohojnë pjesëmarrjen e shqiptarëve në betejën e Kosovës. Motivet janë nacionaliste dhe si të tilla nuk kanë të bëjnë me të vërtetën historike. Studiuesët e huaj të menjuar si Hameri, Riçeku, Svetkova, Cinkajsen, Dyseli, Almond, Jacques Choues, Kastallen, Malkomi dhe në mënyrë të veçantë historiografia shqiptare, duke u mbështetur në burimet historike, kanë vërtetuar pjesëmarrjen e shqiptarëve në betejë si dhe karakterin e saj si një betejë e forcave të bashkuara të popullit ballkanik kundër vërshimit osman. Sipas burimeve të asaj kohe, në ushtrinë e koalicionit anti-osman u gjendën së bashku me aleatët bosnjak, serbë, kroat edhe kryezotrin shqiptar, Gjon Kastrioti, Gjyshi Skënderbeu, Gjergj Dyl, Basha, Teodor Muzaka dhe Mitër Jonino. Madje disa të dhëna dëshmojnë se Gjon Kastrioti bënte pjesë në këshillin luftarak të koalicionit ballkanik, që ketej edhe disa shënime që dolen nga kronikat e mëvonshme, shohim Gjon Kastriotin së bashku me Lazarin si udhëheqës të partes të luftës. Duhet theksuar edhe rolin e herojit të betejës Miloš Kobilić. Gjon Muzaka, bashkëes dhe bashkëftetar i Skënderbeut, në memorien e vet na njofton gjithashtu për pjesëmarrjen e bujarëve shqiptar në këtë betejë, ku Teodor Muzaka, njëri nga bujarët arbror, mbeti i vrarë. Sikur shihet, shqiptarët ishin faktor kyç në betejën e Kosovës. Prandaj mendimi i studiuesit Hasanović se në këtë betejë morën pjesë, e citoj, pjesë shqiptarët nuk ka mbështetje. Edhe në kronikat osmane dëshmohet pjesëmarrja e shqiptarëve në betejën e Kosovës. Se kjo betejë u zhvillua në territorin arbror, na sjell dëshmi tanat e kohës. Kështu Filip Meziars në vitin 1389 thot se në Amorati, punë këtë vetë, më në fjalla për vitin që përmenëm, pësoj të sfat dhe mund krejtësisht në tokat shqiptar. Historion i njohur francez, Lamartine, në veprën e tij njohur Historia de la Turquie, thekson se Lazari, që të lidhte sa më mirë ushtrinë e vet me anë bosnjake, hungareze dhe shqiptare, u tërhoq deri te malja të quajtur Albani. Me fitoren e betejës së Kosovës, Osmanlit përbësën pavarësinë e Serbisë, Bosnjës, Bullgarisë dhe Arbërisë. Megjithatë, shqiptarët ishin të vetmit që vazhduan luftën për shlyerim nga pushtuesi osman. Qytetet e fundit arbrore që ra në sundimin osman ishin Ulqini dhe Tivari në vitin 1507. Shqiptarët mbarën kryesore luftë kundër pushtuesve osman, duke paguar me vrasjen, shpërnguljen e popullsisë, shkatrimin në qytete, objekte fetare dhe fshatra të tjera. Pushtimi territoreve arbrore nga osmanët ishte goditja më e rëndë, me pasoja të rënda, të cilat vështirë se do t'i shëroj koha. Ju faleminderit.
profesor, për këto shpallimet të fakteve historike. Zoti Berat, vazhdojmë po keni? Me mbledhjet komendet. Po mirë, të nderuar pjesëmarrës, siç edhe paralajmëruam në fillim, në orën 11 Kuvendi Komunal, siç ma thanë, dhe ne në mirë kuptim do të marrim një pushim kafeje, një pauzë kafe për një 20 minuta, derisa këta përfundojnë mbledhjen e Kuvendit. Ju falenderoj shumë për korekcinë dhe mirë kuptimin. Të kafja aroma, po thot kryetari, për një 20 minuta. Falenderoj shumë. S'ka qaza, shkojmë me... Nëse shkojmë me Davidin. Se erdhën e rëndë. Një skarve. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj tribune shkencore, pas një pauze paksa të zgjatur ndoshta, por gjithsesi me mirë kuptimin tuaj, ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Po filloj me punimet në radhë siç i kishim në agjendë. Ftoj profesoresh Davida Markun të kumtoj kumtesën e saj, dimensioni kombëtar dhe politik i ngjarjeve të viteve 1999 në Kosovë. Fjala për ju, profesoresh. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndes gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë komunën e Obiliqit, përshëndes kryetarin e organizatës Plus Kult, bashkë me bashkëpunëtorët e tij. S'kam nevojë të prezantohem se kam qenë dhe herë tjera këtu. Tema ime në këtë do ta jap shkurtimisht pasi besoj që do ta hedhim tek abstraktet botuese. Tema është qershori historik 1999, Shqipëria dhe Kosova në kthesën vendimtare të historisë kombëtare. Qershori i vitit 1999 përfaqëson një nga periudhat më të rëndësishme në historinë bashkëkohore të shqiptarëve. Ai shënon fundin e luftës Kosovës, lirimin e saj nga administrimi serb dhe fillimin një epoke të re politike, shoqërore dhe institucionale. Ngjarjet e këtij muaji nuk ndryshuan vetëm fatin e Kosovës, por ndikuan drejt për drejt dhe në rolin e Shqipërisë në proceset rajonale dhe në konsolidimin e çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. Për këtë arsye, qershori 1999 duhet shihet si një kthes historike mbarkombëtare ku ndërthuren rezistenca e popullit të Kosovës, mbështetja e shtetit shqiptar dhe ndërhyrja vendimtare e Aleancës së NATO-s. Në këtë punim theksoj rëndësinë historike të 99-s dhe marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë që e dini që u evidentuan në asë kohë me zhvillimet politike, ushtarake, diplomatike, që quajnë çlirimin e Kosovës dhe krijimin e kushteve të ndërtimit e institucioneve demokratike. Në vend të rëndësishëm në këtë punim, trajtohet gjithashtu edhe zhvillimi i komunës Obiliqit si një nga zonat më me rëndësi strategjike dhe ekonomike për Kosovën. Obiliqi, për shkak të kompleksit energjik dhe pozitës së tij gjeografike pranë Prishtinës, u përball me sfida të mëdha të luftës dhe në periudhën e pasluftës. Rikthimi i popullsisë, rivendosja e institucioneve vendore, rimkëmbja e sektorit energjetik dhe rimkëmbja e jetës shoqërore u bën në komunë një shembull domethënës të procesit rimkëmbjes Kosovës pas lirimit. Në këtë këndvështrim historiografik, qershori 99 përbën kulmin e një procesi të gjatë
politike ushtarake i cili nisi me rezistencën paqësore të viteve 90, vazhdoi me luftën çlirimtare dhe u korrizua me ndërhyrjen e NATO-s. Kjo periudhë shënon një ndryshim rrënjësor të historisë shqiptarëve, duke krijuar premisat në ndërtimin e shtetit Kosovës. Në përfundim, kam vërë që qershori mbetet një nga momentet më të rëndësishme të historisë moderne. Ai përfaqëson vetëm fundin e luftës, por rilindjen institucionale, forcimin e bashkëpunimit të Shqipërisë, Kosovës dhe konsolidimin e aspiratës shekullore të shqiptarëve për liri, demokraci dhe integrim euroatlantik. Ju përshëndes gjithë dhe ju falenderoj suksese mbar konferencës dhe mbar Kosovës. Falenderit profesorish Marku. Ndërsa në radhë kemi kumtesën e Dr. Qazim Nimanit, Betejë e Kosovës dhe Mirosh Kopiliqi. Përshëndetje për të gjithë të pranishmet. Pra temën e dëgjuat, unë në pika shkurta do të referoj rreth disa argumenteve lidhur me këtë temë. Se pari kisha me ofru, do thot një të dhënë që kjo trevë është pushtu edhe para betejës së Kosovës. Janë nga burimet osmane të autorit osman Mehmet Neshriut, i cili ka dhënë argumente se para betejës së Kosovës e pushton kështjellën Kasova. Kështjella Kasova ma vonë, do thot, në bazë premtimeve të mia në terren dhe hartave të publikuara deri në vitin 1860, jep argumente se është kështjella e fshatit Siqev, jo ma shumë se 10 kilometra në Berilinde nga salla ku neve që jemi të bu. Që do të thot, përshkruhet si është pushtu kështjella, si janë marrë fëmijët, robët, peng, derisa është pagu me parë dhe ai kthehet prap, do të për Bullgari, ka qenë veziri madh Ali Pasha. Janë dokumente dhe publikime nga arkivat e Stambollit. Sa i përket rrethonave tjera dhe kështjellës, ka argumente, ka harta që janë dëshmu ma vonë dhe kjo fush nuk është quajtur, do të fusha e mbledhjeve, është fillimi i shekullit 19, por në të gjitha hartat edhe të koronelit shkruan fusha e Kosovës. Kështjella e Kosovës do të ishte një kështjellë që kishte ligjin e vet, kodin e vet zehtar dhe ishte të sunduese e treves së Llapit, rrafshit e Llapit, edhe pjesës së Kosovës pej vështres, rrafshit e Kosovës deri te Lipianit. Do thotë që kishte territorin e vet, kishte ligjet e veta dhe kjo do të argumentohet edhe në punimin tim. Është me rëndësi të ceket se simit, do thotë miti për Kosovën është krijuar në fund të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19. Në së pari do të këto kanë filluar në klubin polak që ka qenë ka vepruar në Paris, së bashku me gjermanën veriore, pastaj e kemi klubin e Vjenës dhe në vitin 1827 Simo Sarajlia do të i sjell këto deri te Njegoshi, ai i cili pastaj do të i publikon, i bën si burime, do të rrajshme shkencore, që ma vonë do të ketë historiografia serbe është në mbështet me to. Është me rëndësi ne të dim, do se s'kemi të bëjmë as me fushën e mbledhjeve, kemi të bëjmë me një met saj. Përket Miloshit, do të në atë periudhë ai edhe ka filluar të quhet Milosh Obiliqi, deri atëherë nuk ka pas do të asemri ti, nuk dihet. Është me rëndësi tjetër burimet, për shembull, osmane që janë botu, është edhe letra e Sultan Bajazitit, tash që është botu vonë nga një Vukashin Nuhijević, do të është një studiu serb, është i moshës matrejsione, është i rrethit e vranjes, dhe aty shifet se në betejë kanë marrë pjesë 7 popull, por nuk përmenden serbët. Kjo për neve është me rëndësi, është dokumentat autentik i kohës, do të ne, si që dim të gjithë, do të ka gabime në përshkrimin e vetë ngjarjeve historike që ndodhin në treven tonë, për të zezën e treves tonë nga akademik tanë, për shembull ku e përmendin Serbinë e Mesjet. Tërësisht jam i bindur që asnjë dokument i kohës nuk gjendet Serbia në Mesjet, qoftë si kish, qoftë si shtet, qoftë si popull. Faktikisht ne duhet të vedisohemi, edhe kur shkruajmë nuk hima thellë në burime historike mund të thojmë Rasia, kurse si Serbia. Serbët edhe në
zakonikun e dërshonit kanë qenë shtresa më e ulët, do të e shoqërisë të asaj periudhe mesjetare, pra ishin sklever. Dhe edhe sklever edhe mret nuk mund të jeshtë të dyat. Ne do të vetësojmë pra të gjithë ne që të thirrmi me burime latine ku e shkruajnë se në rasti kanë dominu arbënoret. Do të ne nuk i kemi ba këto, sa i përket me do Shkopilit ka dhënë edhe në teren tjetër. Unë me kolegun e min që kemi hulumtu terrenin, kemi qenë të quka e Kopilit, të pusat e Kopilit në Mramur, kemi qetë në Mramur lagjën e nizirëve që quhet Kopilaket. Kemi qetë Kopilaket të sërbizum në rrethin Artanës. Faktikisht, që ka edhe burime shtjes për vestjerave që mirën në pjesën e Drenisës. Ne duhet t'i hulumtojmë këto, t'i prezentojmë dhe parafërsisht do thot të shohim se ku ishim ne arbënorët në atë periudhë, ku ishte roli jonë dhe ku ishin serbët. Po e ceko vetëm edhe një burim nga studiusi serb Nikolaj Eliqi, i cili ka qenë oficer ushtarak i ushtrisë serbe, i cili viziton këto vise dhe i përshkruan para betejës së Kosovës në vitin 1896. Dhe ai kur e përshkruan rastin e betejës të Kosovës e shkruan kështu: ushtria serbe u nis thot nga Krushevci, kaloi luginën e Llapit dhe malet afër Prishtinës dhe hyri në Prishtinë. Nëse i marrim burimet tjera do thot të kohës që japin pozicionimin e ushtrisë serbe në verilindjet e Prishtinës, pra ne kuptojmë që pikërisht e ushtrisë turke në tani, pikërisht ushtria osmane ishte vendos në luginën e kështjellës Kasova, pra në Siqev, dhe deri te Shatori Kushenje Mirë në fshatin Koleq, në atë luginë, që do thotë që bjen poshtë burimi i oficialit serb, sepse asnjë ushtri përmes luginës së Llapit s'ka mujt me kalu ushtrinë osmane me hyrje në qytetin e Prishtinës. Pra ne jemi të obliguar që këto fakte t'i argumentojmë me burime shkencore dhe të vim deri në një përfundim që vërtet do thotë arbënorët kishin rolin e vet primar në këtë betejë. Ju falenderoj, s'po du me zgjat më shumë sepse do flasim. Faleminderit zotin Amani për këto dhëna faktografike të betejës së Kosovës, ndërsa në radhë doktor Mustafa Ziri me kumtesën Betejë e Kosovës 1389 në historiografinë shqiptare. Përshëndetje kryesi e nderuar. Përshëndetje kryesi e punës, përshëndetje për kryetarin e veçanërisht për mysafirët ose studiuesit nga Shqipëria. Unë e kam traditën time s'flas shumë, po më mujt me pak me thonë shumë është mirë. Sa i përket historiografisë, nështë dikush ka harru që historiografia shqiptare është ndër më të rejat në Ballkan, edhe është formuar mes dy lufta botërore, sidomos vepra e Xhafer Belegut lidhje prezent. Ne në këtë përvjetor festiv që e kemi pas para mos ka vësha 20 dite, në 12 është dita e shtrimit të Kosovës. Bashkë kjo ngjarje na ka shtyt mendojmë që një simbolike të flasëm për këtë ngjarje shumë të rëndësishme. Historiografia serbe ka plasu mendime të ndryshme për Kosovën, diku ndoshta edhe i ka shku në favor, por megjithatë unë po them se nga betejë e Kosovës e deri kur bjen Shqipëria definitivisht në sundimin osman, ka pas divizje për pozicioneve ushtarake, politike, aleanca. Nuk mëron në sy që përmeni dikush betejën e Maricës. Beteja e Maricës është zhvilluar në vitin 1371, është përpjekja e parë e Perandrisë Osmane për të realizuar aspiratat e tij për Ballkan. Perandria Osmane është formuar nga një udhëhes i tyre Osman Beu 1307-1436 më s'ka bufsha, dhe me këtë emën e merr më vonë këtë Perandria Osmane, që është formuar i fisëve të fshisëve. Këta historianë
Po, Selçuk, ta historian të dim, ne historian të jemi bo si mjek. Sikona mjekësia që ka ekspert për dhamë, ekspert për dorë, për kom, edhe na nuk mund me ekspert për gjitha periude. Kishte me qenë mirë me formu komisione për studimore me kolektive kështu, edhe mu pagun nga shteti me ulimtu. Jemi morë të gashme, se kur të morë të gashme mundë diçka i me hjekë që si kanë nëse më shtu. Për mësë me zgjatë shumë, Betejë e Kosovës është zhvillu me 28 që shonë 1879. 1389. Dhe thonë, mas betejës të Maricës. Studiusit e shumë të une që kam dëgju e cilësojnë si betejë me karakter jo politik, po fetar. Sepse dhe betejë është zhvillu mes dy forcave, mes koalicionit balkanik, që i nkollë ndikon rreth 40.000 ushtarë, dhe Perandrisës Smone që ka pas ndoshta edhe mbi 100.000 luftëtarë. Për këtë arsye dhe fitën betejën Perandria Smone. Unë dhe ishta me morë një shambull, për shambull mas betejës të Kosovës Skënderbeu. Jo rastisht është këthy në Shqipëri. Jo rastisht e ka formu shtetin. Shteti i Skënderbeut i ka pas gjitha elementet karakteristike të shtetit modern të asaj kohe. Ka pas stemen, ka pas ushtrinë e rregull, ka pas në Kuvendin e Lezhës është formu edhe një ark, që para se arke kanë qenë të obliguar gjithë feudalët shqiptarë të paguajnë shumë të caktuara të tilla, në mënyrë që të formohet shteti. Ka pas marrëdhënie të mira diplomatike me jo me Venedikun sa pas raportet, me Venedikun e Perandrisë Smone ka qenë në armiqësi të përhershme, ndërsa Skënderbeu ka pas marrëdhënie të mira me Papa Piun e 2-3, me Alfonsin e 5 mbretërisë Napolit, me Janosh Shonjadën, princin hungarez dhe tjetër. Qysh në atë kohë, Skënderbeu ka konsideruar veten si një lider, pas rezultateve shumëta, se në Kuvendin e Lezhës vijnë themelet e shtetit e Skënderbeu. Tash, shtrohet pyetja se si serbët kanë qenë ndoshta në këtë rast pak më të vetëdijshëm, jo për arsye që kanë bashkëpunu me Perandrinë Smone dhe kanë qenë vazal princit e tyre, po për arsye se në krahasim me shqiptarët pak para se më këthisin dhe me Shqipëri, ka qenë situata ke ndryshe. Unë në nxënësve, kërë jam spjegoj kështu, studentëm, qysh profesor 100.000 ushtarë tërsh, me fitu Skënderbeu me sa i ka pas aty ushtarë 20-30.000, kërë ka dhonë kushtimin. Jo pse terenin e kanë ditë, po në shkollat e i qoglonëve të Perandrisë Smone, profesor, në shkollat e i qoglonëve të Perandrisë Smone, rendin e parë, si s'podish me thonë, Skënderbeu ka pas sukses në artin luftarak. I grëmbullan princat, fillon lufta, atë luft e zhvillojnë. Mendohet që në betejën e Kosovës, shqiptarët kanë marrë pjesë në dy anë. Shumica kanë marrë pjesë nga koalicionit krishter, e ma pak koalicionit musliman. Nëse komunësi edhe pak e kësha elaboru. E respektoj gjithë. Kisha me thonë shumë, po do të menit shtypëra, besoj që kryetarë në ka thonë që ka me bëtu, mu po mje mirë që kemë pas musafir nga Shqipëria dhe pishot dhe figura akademike. Pra ndaj edhe vetë kësën fakti që këtu aktivitete të rëndësishme që po i organizën kryetari, po kanë rezultate. Se këtë jenë prezent aty bëhet akademike dhe publicistike. Por jenë prezent bëhet akademike dhe publicistike të regën se këtë ka një interesant ma shëndësor. Faleminderit për... Faleminderit profesor për këtë kontestë të vlefshme dhe të rëndësishme. Besoj që në të ardhmen gjitha këto punime do ta gjojnë fatin e botimit, prandaj në kërkoj edhe njerëz në mirë kuptimin e juaj që kontestat jenë sa më të shkurta për shkak edhe kohës edhe gjendjes të motit që është shumë i nxehtë. Kisha pas dëshirë që të keni mirë kuptim edhe të gjithë tjerë që kanë mbetur për kontesë.
e ftojmë në radhë zotëri Adem Ajvazin, roli i lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe ngritja vetdijes shqiptare. Para se më ardhë profesori, do është veç me profesor Gazmendin, t'ja thëmë një të vërtet që e kom një pej me Metro Kiqit, thot kur ka ardhë Pashiqi në Drenic, në vizit, të gjithë shqiptar, kërkan thot një plep i shkon në rrugë, edhe pyet thot kush është pronar, thot filanin, thot i lutna thot veç plepin a mashet. Thot po çapo do të plepi kur këtu nuk ka banor të tjerë. Thot veç plepin në tjetë emni Pashiqit, pastaj ma vonë na e përvetsojme edhe e bojmë, po fat mirësisht Drenica nuk ja ka dhënë mundësinë për me shit plepin. Përshëndetje për ju gjithë nderuar. Mos pari ju përgëzoj për takimin, gjithsesi për këtë sesion shkencor, vetë edhe tema është shumë domethënëse dhe me kuptim, se vërtet qershorët na sillin mendje tonë shumë ngjarje të mëdha historike. Zoti kryetar, të falenderoj edhe për ftesën që më keni bërë në bashkëpunim me profesor Ismetin dhe profesor Elmerin, edhe pse është hera e parë që po marr pjesë ty, po më bëm përshtypje shumë edhe numri i studiozëve këtu, edhe mënyra e organizimit, kështu që veç ju përgëzoj dhe ju uroj suksese tuti. Tash unë po mundona sa më i shkurt jesë edhe une, temën që e mora une pak po dallon prej temës të parafalësve të mi, për arsye se unë e mora si temë lidhje shqiptare të Prizrenit dhe roli saj ngritjen e vetdijes kombëtare shqiptare. Tash nëse e marrëm ne si lidhje shqiptare e Prizrenit, kemi bukur shumë historiografi, gjithësisht histori shkruam nga studios edhe vendor edhe ndërkombëtar, për ngjarjen, për masat, kuptimin, organizimin, çdo gjë. Mirë, po sot e kemi si target si ndikoi lidhja shqiptare e Prizrenit në ngritjen e vetdijes kombëtare shqiptare. Kohën kur u majt lidhja shqiptare e Prizrenit, shekullin e 19, ishte shekull kur popujt tjerë ballkanik thojse veç kishin filluar, kishin bërë programet e veta në mënyrë për shtetet e tyre gati thojse ishin të përfunduara, ne shqiptarët në pamundësi të kemi shkollimin tonë dhe të kemi shtetin tonë për kohë të gjatë, në mënyrë ishme nën pushtimin turk, edhe me keqardhje po e them që nuk shumë ne shqiptarët edhe i kemi shërbyer. Kushtimisht me hon shërbyer, se nashta nuk është bash term që i përgjigjet, mirë po megjithatë për kohë gjatë, shqiptarët dhanë dikun 43 Sadriazem kryeministra perandorisë turke, pa e kuptuar gjithë ata Sadriazem janë në mënyrë që bën punë për perandorinë, jo për shqiptarët. Shekullin e 19 është ngjarja më me rëndësi dhe ngjarja më kulmore që ndikoi kolonitë shqiptare me organizimin e tyre, me botimin e programeve politike, programeve politike dhe ushtarake, të cilat synojn programe të rënd të parë, formimin e shtetit shqiptar, zhvillimin e arsimit, hapjen e shkollave shqipe, kuptohet që për ne shqiptarit shkolla shqipe ishin të ndaluara. Kjo lidhje në mënyrë e vetësoj popullin shqiptar që ne duhet të organizohemi më së parë në mbrojtjen e territoreve tona shqiptare. Në 2, bëjmë organizimin gjithësisht bashkimin e vilajeteve shqiptare në një shtet. Në 3, duhet patjetër që të bëhet çmos që sa më shpejt bëhet hapja e shkollave shqipe. Kuptohet edhe pse sot situata nuk ishte në favor të shqiptarëve, mirë po megjithatë duhet bën përpjekje. Kjo lidhje shqiptare e Prizrenit me programin që u bë nga rinja kombëtare shqiptare, kuptohet punën më të madhe bën kolonitë shqiptare si në Istanbul, në Rumani, në Egjipt e në vende të tjera. Këto programe e vetësuan shqiptarin, këto programe në mënyrë si të populli ja çelën sy. Pas kësaj lidhje, në lidhja e 5, pas lidhjes 5, erdhën kryet ngritjet e një pasnjëshme, të cilat për fatin e mirë që ne duhet në mënyrë edhe të burremi gjithë punën të cilën e bëri gjithë shqiptaria, punën më të madhe bëni Kosova, mirë po u shpall pavarësia në lort me 28 në dorë 1912. Pra të gjitha këtu duhet të shohim ne si ngritje e vetdijes, një mobilizim shqiptar, po pikërisht kjo lidhje shqiptare e Prizrenit e mbajti gjallë tek shqiptarët, e mbajti gjallë idenë e bashkimit, që edhe sot është ajo ide. Mirë po, fati mirë që gjithë ky mund i
shqiptarëve të Kosovës, i Kosovës, kulmoj me shtetin e Kosovës. Mirë po, kjo është vërtet se Hariçi maj mirë që na erë neve në vitin 1999, mirë po me mundim të marrë shqiptarëve për 100 vjetë. Mirë po, edhe ky vizion, edhe kjo ide e lidhjes shqiptare prezident është zallë, thënë, ne shqiptarët duhet se sa ma tepër të punojmë dhe një bashkim çfarë ne dojmë në rrethona të mira, në kushte të mira, mirë po kuptohet, në rand parë duhet target synim të jetë forcimi i shtetit të Kosovës e më pas edhe në rrethona më të mira bashkimi. Për mos mos zgjat, edhe një herë ju falenderoj për mundësinë, edhe dëshira ime është si kryetari i shoqatës historian me vit Denisit Podujes, ta kem një bashkim me kryetarin përpara miu, Uka edhe Kojësën Kultës. Faleminderit. Faleminderit e nderuar për kumtesën me shumë vlerë dhe rëndësi, për lidhjen shqiptare të Prizrenit, sepse qershorët kam dhënë shumë shka edhe nuk është temë e paqëlluar, por jo rastisht e kemi quajtur qershorët. Prandaj është temë në sozat kornizave të cilat ne i kemi zgjedhur. Le të bëhet gati Emin Sallahu, i cili vjen me një temë betejë e Kosovës në kujtesën e shqiptarëve dhe mitet e saj. Emini është njëri prej studiuesve të trashëgimisë kulturore, por është edhe njëri që ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj Emin urdhëro folklorja për ty. Përshëndetje për të gjithë, ju përgëzojmë kryesi e punës e kujtlusit, faleminderit kryetar, të gjithë pranishëm, për ta respektuar orarin që theksum paraprakisht. Unë për sot kam zgjedhur një temë e cila quhet Betejë e Kosovës në kujtesën e popullatës, mitet dhe të vërtetat përmes burimeve dhe gjetjeve materiale në këtë areal. Betejë e Kosovës, siç e tha edhe nga parafolçit, është një prej betejave që llogaritet në Ballkan ndër më të mëdha në atë periudhë kohore, edhe si palë kanë qenë dy palë, domethënë koalicioni ballkanik që kanë marrë pjesë popuj nga arbrorët. Ne i quajmë shqiptar për shkak të kuptimit të sotshëm të fjalës, sepse atëherë termi shqiptar nuk ka ekzistuar, e dim historikisht, por vije më vonë në shprehje. Domethënë shqiptarët kanë marrë pjesë, serbët kanë marrë pjesë, bosnjakët, mbretit të Tvrdko, rreth mbretit të Tvrdko është një dilemë se është thonë që ka marrë pjesë, po burimet e tërkojnë të kundërtën, e ka dërguar një kontingjent ushtarak me krye me Vukoticin, edhe kanë marrë pjesë hungarezët, vlejët e kështu me radhë. Më thonë, ne kemi një koalicion i cili ka ballafaçuar një luftë e cila ka pas për qëllim stopimin e invazionit të Perëndërisë Osmane në Ballkanin e Mëtutje. Domethënë është një koalicion i krishterë, quhet ndryshe, për arsye se numri i madh i popullatës ka qenë të krishterë. Edhe kanë marrë pjesë edhe mercenarët që nuk u theksu, po është në burime historike që ka pas edhe mercenarët të cilët kanë marrë pjesë në të dy palët e kësaj lufte. Ajo që e kam për qëllim është rreth mitologjisë, rreth kësaj beteje. Historiografia serbe jap mite të shumta, edhe kryesisht mitologjia serbe e pozicionon këtë betejë si të vetën, duke minimizuar në vazhdimsi pjesëmarrjen e popujve të tjerë. Ndërsa tek krijimtaria edhe thurja e rrëfimeve dhe miteve tek populli shqiptar ndryshon, sepse askund nuk përmenet për prezenca veçe shqiptare dhe osmanit, domthonë është një koalicion i përbashkët. Mirë po do të kisha theksu disa nga rrëfimet që thurë në këtë rrëfim. Për shembull, për ta treguar për masën e betejës, thuhet që atë shumë der gjak sa që ka shku një lum. E në atë lum, në popullat, thot një ka 3 vjeçar ka ecë në atë lum. Domthonë, asë për masë e majë, kuptohet që ajo një gjatë tillë s'ka mund të ndodhë, po sido që t'jetë, është mit. Pastaj është puna rreth Milesh Kopeliçit, që dikun është emri Milesh, dikun është Milosh, e kështu me radhë, sërbët e quajnë Miloš Obilić, shqiptarët e quajnë Miloš Kopelić, tha kolegu
qazim që ne kemi gjetë edhe toponimet të cilat e konfirmojnë mbi emrin Kopili, Kopilisi, Kopilak, kështu me radhë. Dhe më thonë, kjo është një farë ngarendje për me e përvecuat betej, s'ka se si të japet një konotacion të tërë për pas një koalicioni balkanik kundër atij invazionit osman. Pastaj është rrëfimi rreth një plake e cila e takon Miloš Kopilin edhe i thot që do të mbash men gjatë, do më thonë si një lloj parashikimi se këtë do t'jesh figurë e rëndësishme. Pastaj është rreth asaj se si u vra Miloš Kopilici, i cili ka qenë i veshur me popull e qunë me teshat metalta, po i atribuohet pancirit. Panciri kohës që ka qenë, gjëja që ajo ka zbuluar Çelsin e kështu me radhë, domthonë kjo në popullatën për rreth arealit ku mëtohet që është majt beteja është fol. Pastaj kemi edhe rrëfime të shumta të cilat do men që do t'i pregadit e do t'a respektoj kohën. Sa i përket vendit ku ka ndodhur, ku sot është përmendorja, që ka qenë dje për vjetori, është një përmendore ngritën cila ka fillu në vitin 1952 dhe vitin 1955 nga arkitekti i Beogradit Aleksandr Deroko, i cili e ka bo projektin edhe është punu pushteti atëhershëm Jugoslave, sidomos ai sot ka dashur me betonizu të qenurit si betejë e vetja kjo. Mirë, për një informacion tjetër që kam hasë në literaturë është se ka ekzistuar një objekt paraprak i ndërtuar në vitin 1924 gjatë periudhës së Mbretërisë Serbo-Kroate Slovene, e cila objekti i cili ka qenë i përmasave të vogla, nuk ka pas materiale rezistuese dhe është shkatruar në vitin 1941. Kurse ky që është tani është ndërtuar siç e thamë. Janë 3 objekte që karakterizojnë këtë areal, është Tyrbja ku përmend nga parafolësit, ku janë betjet e Sultan Muratit, sepse aty trupi është balsamosur, ka qenë metoda e balsamimit në atë kohë dhe kanë bardh në Bursa ku është varrosë dhe ku ndodhet varri i tij. Domethënë është Tyrbja Sultan Muratit, është lapidari që përmend që është ndërtuar në vitet e 50-ta, edhe është Tyrbja e Bayraktarëve, popullata e quhen e Bayraktarëve se janë vrarë njerëzit në gjatë betejës Kosovës me udhëheqësit. Është karakteristike se gjatë punimeve të vitit 1988, 87-88, në prag të përvjetorit të 600 të betejës së Kosovës, janë realizuar disa punime. Disa varet, unë e tham edhe pe përvojës personale, sepse unë jetoj në afërsi dhe një shumë mirë, pa tham shumë mirë kushtimisht, atë teren, aty ka pas varreza të shumta të cilat i kanë hjek, varreza me turban. Varrezat me turban janë karakteristikë të jeniçerëve, të ushtarëve jeniçerë, edhe të oficirëve të jeniçerëve që i kanë punu, Serbia në atë kohë i ka hjek, për me hjek gjurmën. Gjatë punimit, është bo elektrifikimi nga Gazimestani tek Tyrbja e Bayraktarëve. Aty është hap një kanal që shku për me dërgu rrymën, për me dëshmu gjetët materiale, se shumë studius, shumica studius e konstatojnë që s'ka gjurmë materiale. Kjo i ka 2 verzione. Një verzion është që pas betejave në atë periudhë kohore zakonisht janë mbledhur sidomos mbetjet e metalit, sepse kanë qenë të rralla, kanë pas nevojë me i pas, ndërsa arsyeja tjetër është se toka përreth këtij areali është punu tokë bujqësore, edhe kanë kaluar 600 vite dhe nuk ka gjurmë. Mirë po, për me dalë të ajo ekskluziviteti që kom rujt për këtë konferencë është se ekziston një gjetje fizike, materiale e kësaj beteje. Unë e kom pas fatin me qenë protagonist i kësaj ngjarje, një punonjës i një firme nga Beogradi me origjinë shqiptar, ka punu për një firmë Beogradit, e ka gjetë në thellësi dikun për milimetër thellësi një shpatë. Shpata i ka dikun rreth 70 cm, 65-70, edhe atë shpatë e kom marrë unë, atëherë kom qenë student i fillestari i historisë, edhe kom dërgu në Fakultetin Filozofik Degën Historisë, profesoreshës Edi Shukriu tashmë të ndjerë, ja kom dhuru. Aja shpat ekziston sot në Muzeun Arkeologjik të
të atij fakulteti, po i kanë bërë renovime dhe e kanë pështirë të konsyshë e quim na. Unë shpresoj që së shpejti do të gjej atë shpatë dhe do të dokumentoj, sepse është i vetmja gjetje materiale që e dëshmon se aty ka pas armë. Armë, në këtë rast shpata, se shpata ka qenë marrë kryesore. Ajo që tha nga një parafolës, është shumë e rëndësi që na i kemi të gjitha parakushtet që edhe këtë betej, po edhe gjare tjera, të dokumentojmë në aspektin faktografik, duke mos e u lidh emocionalisht, po duke u lidh profesionalisht, edhe ta dëshmojmë se kjo betej e ka rëndësinë e madhe historike, pa marrë parasysh se një periudhë kohore është monopolizuar nga Serbia, ka deportuar edhe në arenën ndërkombëtare me si thot populli, me shit si betejën vetëm të vetëm, po kjo nuk është e tillë, është një koalicion ballkanik dhe si të tillë na si hulumtues edhe si studius kemi për obligim me gjetë faktet, burimet. Një ndër to është edhe Teodor Mozakaj, cili rrjedh nga familja e Mozakajve, e që në kronikën e vitit 1501, John Mozakaj dokumenton se ka rënë në betejën e Kosovës Teodor Mozakaj. I falenderit shumë. Faleminderit e min për këtë kumtesë kaq të rëndësishme, edhe një herë ju kërkojmë falje që po zgjatemi pak për shkak kohës dhe temperaturave të larta, por shkenca e don sakrificën edhe në këto kushte. Prandaj në radhë është Arber, Berisha, Fanoli, qershori vitit 1924, Bashkimi Shpirtëror i Shqiptarëve. Urdhërohet. Përshëndetje të gjithëve që jeni prezent, përshëndetje kryetarit Paparimuka, njësitë të komunës Sobdiqit, përfaqësuesve zyrtar, si dhe profesorëve të nderuar akademik, të ftuarve nga trojet shqiptare gjithandej. Fanoli nuk do ta lexoj komplet kumtesën për shkak të kohës, sepse do t'jetë besoj në librin e radhës, siç i keni botuar prej shumë vitesh, librat dhe revistat. Fanoli ka qenë, pra dhe do të mbetet një ndër figurat e kombit shqiptar, që para se të filloj do citoj një poezi të tij të shkruar në vitin 1917, Jepni për nënën. Dhe thot kaq bukur: Nënë moj, mos ke frikë, se ke djemt në Amerikë. Dhe shqyr që kemi këta djemë në Amerikë, dhe shqyr që kemi një aleat të madh si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, historikisht. E një djalë i madh, një burr i madh si Fanoli, i cili kreu bachelorin e arteve në Universitetin e Harvardit, kreu studimet e doktoraturës në Universitetin e Bostonit, por gjithmonë me mall e me zemër, me shpirt për bashkimin e shqiptarëve, për bashkimin kombëtar. Themelues i Federatës Pan-Shqiptare Vatra, ku dhe ajo vazhdimisht me organizimet e saja investoj në shkollat shqipe, investoj për bursa për studentët që ata që ne të ndjehemi krenar kudo në trojet tona shqiptare. Po përveç gjitha këtyre investimeve, qofshin ato ekonomike, është për të lënë për të dëshiruar se qeveria e tij ishte një ndër qeveritë më afatshkurta në trojet shqiptare. Gjithë ky kalibër i madh, i cili kishte në filozofinë e tij bashkimin e mbar shqiptarëve mbi bazën e gjuhës, traditës dhe katalizator dhe furnizues i harmonisë ndërfetare, që edhe sot ka disa lëvizje të caktuara që mundohen t'i ndajnë njerëzit mbi bazat fetare, fatkeqësisht.
por ne nuk duhet t'i lejojmë këto lëvizje, sepse ne duhet punojmë ashtu siç punoi Fanoli, që të kemi harmoninë ndërfetare që e kemi nga stërgjyshrit tanë, me shekuj e shekuj. Prandaj, ky njeri kaq vizionar, ky personalitet, krahas me Bajram Currin, Luiç Gorakuqin, formuan ideologjin pan-shqiptare, që shqiptarët kudo që janë, anë e kënd, trojeve, të jenë të bashkuar rreth kauzës mbar shqiptare, pan-shqiptare. Në pikat e tij, në formimin e qeverisë, ai ishte për një shtet modern, ishte për një shtet demokratik, që lufton korrupsionin, që si duket ky korrupsioni po na shoqëron ndër vite, e shekuj, e dekada, si popull dhe s'po din me na u hjek kur qafe. Dhe ishte për njerëzit që janë të kualifikuar, afronte pranë vetes burra të mëdhej si Luiç Gorakuqi, që historianët këtu e dinë shumë mirë se kush ka qenë Luiç Gorakuqi dhe çfarë lidhjesh ka pas ai edhe me botën perëndimore. Por si duket, neve njerëz e iluminuar nuk na pëlqejnë shumë, nuk i afrojmë shumë dhe nuk i lejojmë shumë që të thonë fjalën e tyre. Jemi në qershurin që do ta kaloj pak në mbar se tu ju ndëgjuvesh për akademi, fillu me dhe mu mërzit pak, qershori qershis përmitor, kështu. Kështu që ky qershor nuk është vetëm qershori i periudhës parahistorike, por është qershori dhe i historisë moderne dhe kohës së re, që të cilën ne kemi bitisur ose kemi mbaruar në studimet e Universitetit Prishtinës, kohën e re, master. Dhe çdo kohë e tregon pra narracionin e vet. Punimin shkencor do ta keni në revistë, por ne nuk duhet harruar edhe themelimin e kishës ortodokse autoqefale shqiptare, që të flitet feja në gjuhën shqipe. Kjo është shumë e rëndësishme, profesor të nderuar, sepse si duket në shekuj dhe dekada slavizmat e shumë izmat të tjera kanë hyrë në fjalurin tonë dhe jemi duke harruar pasurinë e thesarin e shmuar që është gjuha jonë shqipe. Të jeni të bindur se edhe amerikanët do të na duan më shumë kur ta duam atë dheun tonë. Të jeni të bindur sepse çdo doktrinë amerikane që ka ardhur, dhe doktrina Monroe, Make America Great Again, bëj Amerikën përsëri më të madhe, ka qenë pra që kur ti nuk e don tonin, s'mundesh me kon i mirë për të huajin. Kështu që mos bëhemi të mirë për të huajt dhe t'ja natemojnë dhe t'i largojmë njerëzit tanë. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar Arber. Në radhë është qershia mbetort, sepse është Musli Berkuqi në moshën 75 vjeçare. Ju përshëndes të pranishëm të nderuar, andaj unë shkurtimisht du me theksue bashkëpunimin e Gjergj Kastriot Skënderbeut me Janosh Juniadin. Shekulli 15 përbën një periudhë shumë të rëndësishme në historinë e Ballkanit dhe të Evropës. Në këtë kohë, Perëndoria Osmane po zgjeroi me shpejtësi drejt territoreve evropiane, duke rrezikuar pavarësinë e shumë popujve dhe të shteteve të ndryshme. Për mbarti rreziku, u shfaqën disa udhëheqës të shquar që organizuan rezistencë kundër osmanlive. Ndër më të njohur ishin Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Janosh Juniadi. Janosh Juniadi, edhe pse përkisin popujve të ndryshëm, të dy këta prins kishin një qëllim të përbashkët: mbrojtjen e vendeve të tyre dhe ndalimin e përparimit osman drejt Europës. Bashkëpunimi i tyre përbën një nga shembull më të rëndësishëm të solidaritetit politik dhe ushtarak në Ballkan gjatë mesjetës së voshme. Skënderbeu lindi në një familje fisnike të Kastriotëve dhe për një kohë të gjatë shërbeu në administratën e ushtrisë osmane. Në vitin 1443, pas disfjatës osmane në betejën e Nishit, ai u kthye në Adhe dhe ngriti flamurin kryengrindës kundër Perëndorisë osmane. Në vitin
424 princat shqiptar u mblodhen në beslidhën e Lezhës, ku Skënderbeu u zgjodh udhëheqës i forcave të përbashkëta shqiptare. Për më shumë se një qerek shekulli, ai drejtoi me sukses luftën për lirinë e vendit, duke fituar dhe shumë respekte në shtetet e ndryshme europiane. Janosh Uniadi ishte një nga figurat më të rëndësishme të mbretërisë hungareze. Ai u dallua si strateg i zoti dhe organizator i shkëlqyer ushtarak. Gjatë viteve 1440-1450, ai u udhëzoqi disa ekspedita kundër osmanëve dhe u bë simbol i rezistencës së Evropës qendrore. Sukseset e tij ushtarake i dhanë shpresë popujve të Ballkanit se zgjerimi osman mund të ndalej. Për këtë arsye ai kërkoi aleanca me sundimtarët e tjerë të krishterë, ndërta edhe me Gjesh Kastil Skënderbeu. Marrëdhëniet ndërmjet Skënderbeut dhe Uniadit u ndërtuan mbi bazën e interesave të përbashkëta politike dhe ushtarake. Të dy e kuptonin se lufta kundër osmanëve nuk mund të fitojë vetëm një nga shtetet apo vetëm një nga populli i vetëm. Që nga vitet e parë të kryenisë shqiptare, Skënderbeu mbajti lidhje me oborin hungares dhe me Uniadin. Ata shkëmbyen informacione, plane, ide për organizimin e një fronti të përbashkët kundër osmanëve. Historianët theksojnë se suksesi i njërës parë ndikonte drejt për drejt sigurinë e palës tjetër. Prandaj, bashkëpunimi i tyre ishte jo vetëm politik, por edhe strategjik. Betejë e dytë e Kosovës dhe përpjekja për bashkim, ngjarja më e rëndësishme që lidhet me bashkëpunimin ndërmjet tyre është betejë e dytë e Kosovës. Në vitin 1448, Uniadi organizoi një fushat të madhe kundër sultanit osman. Ai llogariste në mbështetjet forcave shqiptare të Skënderbeut. Ky u nis me ushtrinë e tij për të bashkuar me aleatët hungaresë. Mirë po rruga e forcave shqiptare u pengua nga Gjergj Brankoviçi, i cili nuk lejoi kalimin e tyre në për territorin serb. Si pasojë, Skënderbeu nuk arriti në kohë në fushën e betejës. Uniadi luftoi për 3 ditë kundër një ushtrie të madhe osmane, por më në fund edhe psoi disifat. Shumë studiues mendojnë se ardhja e forcave shqiptare mund ta kishte ndryshuar rrjedhën e betejës dhe ndoshta edhe historinë e Ballkanit. Megjithëse nuk patë mundësi të zhvillonin shumë betejë së bashku, bashkëpunimi i tyre patë rëndësi të madhe historike. Së pari ja dëshmoi se popujt e Ballkanit të Evropës qendrore mund të bashkohen kundër një rreziku të përbashkët. Së dyti, ky bashkëpunim forcoi pozitën ndërkombëtare të Skënderbeut, i cili u njoh si një nga mbrojtjet më kryesor të qytetërimit evropian. Së treti, veprimtaria përbashkët e Uniadit me Skënderbeun vonoi për më shumë vite të përtimi osman drejt Evropës qendrore. Së katërti, lidhet Skënderbeu dhe Uniadi konsiderohen të figurën më të mëdha ushtarake të shekullit 15 që të dy shohin për aftësi strategjike guximi vendosmërinë në mbrojtjen e lirisë. Faleminderit. Faleminderit për pak të kërkoj falje që ta mora kohën, po kështu e dan rregull, prandaj është mirë me respektu. Në radhë është Arben Berisha së bashku me Dibran Bexhet Dibranin, disa fjalë për betejën e Kosovës, prandaj foltorja është për ty Arben, Bexheti herën tjetër në botim. Përshëndetje për gjithë. Po e shoh me të vërtetë nasha edhe vetë, po më duket si mblodh pak. Përshëndetje përfaqësuese nga komuna Vezoj. Faleminderit për këtë mundësi të nderuar panelistë kryesia e punës për parimin e kem na iku dikon. Tema ime, së bashku me kolegun tim, Dr. Bexhet Dibrani, ka të bëjë me ditën e pasjes dhe me këtë rast edhe thyrja e propagandës serbe kundër shqiptarëve. Dita e pasjes pra sot 12 qershori, intervenimi i NATO-s në Kosovë. Para se të vijë kjo ditë, populli shqiptar në përgjithësi, në veçanti popullit të Kosovës ju desh shumë mund që të arrijë ta sensibilizoj mbar botën mbar që shqiptarët nuk janë një popull i cili qëndron në degë, një popull i cili ka bisht, një popull i cili është turk, një popull që është fundamentalist. Pra këto ishin propaganda të politikës dhe akademikëve serb me shekuj të ndërtuara kundër popullatës shqiptare, me synim asgjësimin e tyre. Këto i përmend edhe kolegu Qazim, kolegu Emin, edhe mitologjinë të cilën e kam përdorur edhe për betejën e Kosovës, konkretisht me ato të cilën jem nesër. Pra, 12 qershori ose dita e pasjes dhe intervenimi ose lirimi i qyteteve ose vendeve tona këto nga ushtarët e OGK-s nuk erdhe vetvetiu, nuk erdhe aty për aty. Pra, u dashte edhe një punë, një mund i përfaqësuesve tonë politik
ilegal e tjerë. Në këtë radhë shtim edhe Mandelin e Kosovës që ishte Adem Maçi, pastaj presidentin e Kosovës, presidentin historik Ibrahim Rugova, gjithë luftëtarët e ÇK-s, pra marteret dëshmore të tjerë. Pra një kontribut i përbashkët besoj se ka arrit pra me 12 qershor që të bëj atë thyrje mitologjike, atë propagandë shumë marramense të popullatës ose të përfaqësuesve serb ndaj popullatës shqiptare. Për më tepër do gjenden edhe në punimet të cilën do e botohet shpejti. Edhe herë faleminderit dhe respekt. Faleminderit doktor Arben për të faktografi historike të refuzimit të ideve serb për betejën e Kosovës të vitit 1389. Nërsa fare në fund kemi edhe zotin Gjafer Cakolli me temen familja Balshajve dhe roli i tyre në historiografinë shqiptare 1360-1421. Fjala për ju, zotin Gjafer. Përshëndetje për gjithë kryesi i punës, faleminderit për kohën që keni ndarë juve të ndëruar të pranishëm, sepse sot koha pak ma e nxehtë, por faleminderit. Edhe njerë po thonë që është sakrificë të merresh me shkencë, prandaj edhe në kushte edhe të ftofta edhe të nxehta do ta përballojmë me qëllim që ta hedhëm në dritë një të pavërtetë e cila ka ekzistuar në tani po thojmë në mitologjinë serbe edhe në historiografinë serbe, sepse betejë e Kosovës ka qenë veç betejë e tyre, realisht betejë e Kosovës është një betejë në cilën kanë marrë pjesë shumë popull dhe një ngjarje që duhet të hedhet shumë më shumë dritë, sikur kjo e sotit ndoshta edhe ndonjëherë tjetër. Unë për te me kom zgjedhë familjen Balshajve që i takon po të kësaj periudhe kohore. Familja Balshajve në shumë dokumenta ka ekzistua si një familje cila nuk ka prejardhje shqiptare, por shumë historian dhe shumë studiues shqiptar kanë arrit të dëshmojnë duke i hulumtuar arkivat në Dubrovnik, në Rom, në Malzinë, Beograd, në Tiranë, kanë arrit të dëshmojnë se familja Balshajve është familje tipike shqiptare, sepse ka pas teori të cilat thonë se është me prejardhje vlehe, me prejardhje franceze ose serbe. Në realitet, kjo familje është familje shqiptare, nuk është argument i fuqishëm në rast se është besimi bazë me të cilin kërkohet të identifikohet një identitet kombëtar apo një popull. Prandaj identiteti i familjes Balshaj është identitet i plot shqiptar dhe i pastër. Tu e pas parasysh rrethonat në kohën në cilin kanë ekzistuar. Teoritë e ndryshme janë hedhë poshtë, por hedhja poshtë argumenteve të forta të teorisë për familjen Balshaj ka se kanë prejardhje serbe, vlla apo franceze, në të kundërt autorët shqiptar sjellin studime edhe një gjë që është shumë e rëndësishme, domethënë është e rëndësishme se një popull në atë kohë, se një familje e madhe, një dinasti si familja Balshaj është marrë me territor. Territori i tyre nuk është shtrirë vetëm në pjesën e malit të zi, si një krahin e vogël, sado si një shtet i vogël, territori i tyre është shtrirë shumë gjatë duke përfshi trojet shqiptare dhe qendra e tyre ka qenë në Shkodër. Prandaj kjo është aja baza me cilën edhe territori e dëshmon se familja Balshaj është familje me prejardhje shqiptare. Njëri nga historianët e malit të Zini, Zhivko Andrejević, shprehet. Nuk ka kuptim që për kryeqendër të merret territori apo qyteti i një shteti tjetër. Nëse kryeqendra është shqiptare, atëherë dinastia Balshajve është shqiptare. Në Mallkovi thotë, ka dyshime për prejardhjen, por zotrinjt e Balshajve janë tipik shqiptar. Pastaj historiografia serbe përmend thotë që Gjergji ka marrë pjesë në betejën e Kosovës. Unë mendoj që është pak e egzageruar numri me cilën marrin pjesë, thuhet se kanë marrë pjesë me 6.000 luftëtar, por kjo mbetet për të verifikuar, por realisht ai thotë kanë marrë pjesë si zadan, domethënë në pjesën që është marrë me Zadër, po mendoj me Zetën. Prandaj por realisht në atë periudhë Zeta si principat ka qenë shumë e vogël dhe kryesisht ka qenë e banuar me shqiptar. Shtrirja e këtij familjes Balshaj është deri në afërsitë të Novobërdes, ku përmendet lumi Krivareka nga fshati që vijon,
do më thonë është ajlon, do më thonë kjo teritori është përfshirë edhe deri te Novembërda, prandaj si territor, si gjendje, si në përgjithësi familja Balçajve është një nga dinastit më të fuqishme shqiptare të periudhës, por edhe pjesëmarrëse e luftës në betejën e Kosovës në qershorin e vitit 1389. Ne shqiptarët kemi shumë qershorë të rëndësishëm, po dal pak jashtë, mëse jemi në fund, unë jam i fundit përveç edhe 2 falënderime që i kemi, duke përmend qershorin e betejës të Kosovës, lidhen shqiptarët Prizrenit, qershorin e Fanolit, pastaj qershorët e vitit 1828, kur është mbajt kuvendi i Beratit, ku i bashkan shqiptarët për luftë, kemë qershorin e fundit që është torta, për në me kjo është qershia mbi tortë, sepse në koordinim me mendjen e ndritur të një periudhe 10 vjeçare të presidentit Rugova dhe kombinimin e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, arritëm që të çlirohemi me mendimin e forcave të NATO-s dhe për fat nuk është qershor, po është shkurt e shpallën pavarësinë. Prandaj këto janë ato qershorë cilët ne e kemi zgjedhë temën, këto janë ato qershorë me cilët ne kemi të drejtë të mburmi. Por nuk e kemi vetëm mujnë qershorë të krenarisë, e kemi edhe mujnë nëntor të krenarisë, sepse kemi edhe shpalljet, edhe shumë ngjarje në mujnë nëntor. Tani radha është që fjalën t'ja japëm Niko Qirit, edhe pse të gjithë do të kishëm dashur që kryetari i komunës të ishte prezent në mesin tonë. Përfaqësues i komunës Kubiliqit është Arjeta. Prandaj Arjeta ki fjalën për një përshëndetje fare në fund. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në qytetin e Kubiliqit. Atëherë unë kërkoj falje se kryetari nuk është sot prezent. Por unë si Arjet dhe Drejtoria e Kulturës ju premtoj që do të kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe do të mundohem të bëjmë ato të pamundur të mundur që t'i qesim pa të gjitha këto kumtesa dhe gjana që u thanë më herët. Mu nuk më takon që me fol pas gjithë këtyre fjalëve, gjithë akademikëve që ju kam sot prezent, veç doja t'ju falenderoj edhe t'ju uroj gjithat mirat dhe shëndet dhe suksesin të ardhmen. Faleminderit të vënarë shëndet. Edhe njëherë ne e kemi një degë të fuqishme, po thëmë, në komunën e Podujevës, se cila është gjithmonë aktive dhe prezente në çdo tubim që e mbajmë, po përveç që merr pjesë në tubime, është aktive edhe në vetë qytetin e saj. Prandaj në veri ka fjalën veç një përshëndetje, Enver Halimi është kryetari i degës plus kultit në Podujevë. Ju përshëndes gjithë pranishmit, pra veçanti përshëndesim kryetarin e shoqatës plus kult dhe kryetarin e shoqatës pra dega në Obiliq. Gjithashtu ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë tribunë shkencore pra qershorit gjatë historisë shqiptare. Faleminderit. Si që darani në fund është diskutimi, nëse ka dikush ndonjë pyetje ose diçka që i interesant, kërkojmë që dikush të merr fjalën për cilën do të temë, pjesa më e madhe e komentuesve janë këtu, prandaj besoj që janë të gatshëm për përgjigje. Nëse jo, japëm fjalën kryetarit që ta mbyll këtë ngjarje të rëndësishme në këtë qershor me vapë. Vërtet, unë po dona i kënaqshëm pas kësaj tribune shkencore me pjesëmarrjen e profesorëve të nderuar, të thëtë, jo që e kanë nderuar emrin e vet, po na kanë nderuar edhe neve, kanë nderuar gjitha trojet shqiptare. Andaj si kryetari i organizatës Pluskut dua të falenderoj të gjithë emër për emër për pjesëmarrjen e tyre sot në këtë tribunë shkencore. E uroj, e shpresoj që Pluskulti nuk do të harron asnjë prej atyre që kanë dhënë kontribut në Pluskut. Andaj mu mbetit ju falenderoj për zemërshë, këshillin organizativ
këtë tribunë shkencore, po pa dashur të harroj edhe 20 qytetarëve të Durrësit që e kemi sot këtu prezent, deputete nga Durrësi, Flutra, Kola, falenderoj me pjesëmarrjen e saj. E që pa dashur edhe herë për fund një përshëndetje për doktor profesor Arben Berisha, që gjindet sot këtu, edhe profesorin Zimer Cakolli, që dhe sot nuk e pasnëm me fjalinë e ti, po shpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe puniti. Gjithsesi edhe Mustafir nga Trupoja që vërtet na kanë bërë nder dhe respekt sa që gjinte këtu, besfartore edhe me drejtorin nga Perencur. Andaj unë bëj të mbyllur këtë tribunë shkencore dhe shpresoj që të shihim në takimet e radhës. Respekt. Kretor, më falë që po e marrë fjallën edhe në fund pas përfundimit, nuk është e jeshme, po si do që tjetë, jemi prezent të gjithë. Ju losë se cilit për juve që sa ma shpejti përgatit i komitesat, të dorëzoni në mënyrë që ne t'jemi të gatshëm për botimin e kësaj tribune të rëndësishme shkencore. Edhe ne kërkoj me gjithë mirë kuptimin e ju që sa ma shpejti përgatit në verzionin ma të gjërë që ne t'jemi të gatshëm për botim. Edhe një foto të përbashkët.